Mirë mbrëma të ndëruar të rishikues. Në ditën e shënuar të Kurban Bajramit, e cila është një prej festave më të rëndësishme të besimit islam, në emisionin personale do të cilëm një rrëfim me një personalitet shumë të ndëruar dhe të veçantë. Haxhi Jetish Efendi Bajrami, ish kryetar i Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, gjithë. Është kënaqësi t'ju kem në studion e emisionit personale, si një prej hoxhallarëve më të vjetër që ka Kosova, e po ashtu prej hoxhallarëve si gjenerata e parë pas luftës së dytë botërore në Kosovë. Kemi shumë çka të flasim sigurisht, pra qoftë për rrugtimin tuaj personal e po ashtu edhe atë profesional, por do të mundohemi që t'i përmbledhim në pika të shkurtra. Ju faleminderit për mundësinë që më keni dhënë të gjindem këtu në mesin e juve. Ju falenderoj juve personalisht edhe stafin e juve. Faleminderit shumë. Jeni pra 90 vjeçar dhe keni një memorje të shkëlqyer. Çfarë ju ka mbajtur kështu të freskët? Më ka mbajt, ju e dini edhe sheni edhe uniformën, që unë jam pjesëtar i fesë islame, edhe kam mbështetje të Zotit i Madhëshëm. Kur do Zoti njerit më dhon të mirën, nuk ka gjë që e pengon. Edhe mu i Madhe Zot më ka gatu, më ka dhuru shëndetin, edhe nuk kam pas probleme asnjëherë. Të trona. Uroj të keni edhe shumë vite të tjera, pra kështu si qeni i kthjellët në mendje, po ashtu edhe i fortë në shëndet. Faleminderit edhe një këtu, unë i kom bën 90 vjet, i kom mosh 90 vjet, edhe në qofse hetohet në ilshim, është e kuptueshme, është e arsyeshme. E arsyetojmë, patjetër. Pra, gjithë këtë përvojë të madhe të punës, e thash edhe më herët që jeni prej gjeneratës së parë të hoxhallarëve pas luftës së dytë botërore. Si është me qenë hoxh në dy periudha, pra në periudhën e para luftës dhe në periudhën e pas luftës Kosovë? Hoxhallarët para luftës dytë botërore kanë qenë vijus të medreseve jo të reformume. Në atë kohë kanë mësu vetëm arabisht, turqisht edhe perzisht në disa medrese. Kështu që hoxha, imami i xhamisë ose një personalitet dikon tjetër, ai e ka kryer detyrën, edhe shkrim, lexim ka pas vetëm gjuhën arabe. Edhe ka qenë vështirë me gjindë në gjitha situatat, sepse edhe gjuha nuk u konë e pastër, ka qenë e përzime me gjuhën sërbishte, fort, kështu që në atë kohë imam të hoxhallarët nuk se kanë pas letë. Ndërsa në mas luftës dytë botërore, si ke fjala e thatë edhe ju, vitin 52 shkollor, është qelë medresja e reformume, medresja Alaudin në Prishtinë, edhe aty kemi pas profesor edhe të fejës edhe të lëndëve shkencore. Për shembull kemi pas gjuhë, kemi pas botanik, kemi pas histori, gjeografi, e lëndë tjera. Kështu që medresja mas luftës dytë botërore i ka plotësu nevojat e institucioneve fetare të kohës re, edhe ajo ka vazhdu edhe sot. Cili ka qenë roli i hoxhallarëve në shoqërinë kosovare para luftës? Roli i hoxhallarëve, mi thënë drejten, ata hoxhallarë që kanë qenë në kategoria e vetme intelektuale e shqiptarëve, sidomos musliman.
Ata kanë qenë me qatë shkollë që e kanë pas, ata e kanë pas fjallën kryesore prej mihrabit e prej mimberit gjamis, ka dhënë këshilla e udhëzime, janë pytë në rrugë hoxhallarët, edhe aty kanë dhënë deklarata, kanë dhënë shpjegime, e kanë kryer detyrën në këtë mënyrë. Dua ta bëj një pyetje, me qenë se i takoni kësaj gjenerate, dhe është një temë ndoshta që është diskutuar her pas here për disa hoxhallar, pra në kohën e para luftës po flasim, të cilët thonin pra që kanë pasur ndikim nga Rusia. Qëndron kjo e vërtet apo jo? Jo. Nuk është e vërtet? Jo, nuk është e vërtet, ama bash heq. Unë e njeva para 2-3 nete, 3-4 nete, njeni prej analistëve të institucioneve këtyne televizioneve, tha e përmeni me emën Mulla Adnan Prizrenin. Unë e kom njoft Personalisht? Personalisht e kom njoft. Mulla Adnan e ka qenë njëri i pjekun, njëri i formum, njëri i kulturum, i edukum, i ditën, e ka kry shërbimin e vetë, si imam, e ka kry me nderë, edhe asë një problem kur. Pse mendoni që janë përhapur këto? Po këto janë rezultat të bashkohë mendimit kështu të përgjithshëm të rezultati i islamofobisë. Pra ka islamofobi në Kosovë? Ka islamofobi në Kosovë, shka është e keqja është islamofobi edhe tendenciose. Nuk është veç që tutën se dhe ti merë islami dhe të bëhet këtë shëriate e zisë shka. Edhe pse shqiptarët e kanë pasur traditën e bashkëjetesës ndërfetare? Shqiptarët kur nuk kanë pas luftën ndërfetare. Kur s'kanë pas. Pra që kanë thënë që janë vlezër, pra? Bile më duket që janë gjallë halo Anton Kull Berisha, profesor i geografisë më duket. Hajnë këna këtemin, ka pas ardhë një rast, bashkë me djallën të me Mustafa Bajramin, edhe o konë kjo Shkelzen Malici, edhe i konë 3-4 vetë mas një manifestimi, edhe aj në teme aty, tha, shqiptarët kanë pas fatë që janë 90% musliman. Po të shinë konë katolikët edhe ortodoksët, 30-40%, e më pak më shumë, me siguri kishte me ardhë të lufta vëllorase. Se tha katolikët tha janë matë vrarët, Edhe pse kjo në të kaluarën, pra, marim shembull në Shqipëri, që ka pasur edhe shkrimtar të njohur, që kanë qenë edhe ortodoks me fe, po kanë bërë gjithmonë thirrje për bashkim vëllëzërish ndërmes veti e jo të ketë përçarje ndërfetare. Ka qenë e kultivuar qysh në të kaluarën kjo? Bashkëpunimi edhe bashkëjetesa janë konë tradit, edhe si duket ka metë. Edhe sot është nuk o keq. Vazhdan, po. Edhe vazhdan. Edhe pse përmoni pra që ka islamofobi në Kosovë. Ka islamofobi, ama nuk është islamofobia prej katolikëve. E rrezikshme edhe ndoshta. Po për kujt është? Është prej shqiptarëve, djemëve të muslimanëve. Se ata nuk përzihen në fenë tonë. Kanë disa momente nga një herë, por prej tyne nuk ka dëm bashkësia islame, s'ka pas kur. Mirë po janë djemë shqiptarë musliman, ata që nëzisin ndoshta temat e tilla. Po. Do të shohim tani një fotografi këtu dhe flasim pak edhe për periudhën e pas luftës. Pra keni përjetuar edhe pas luftës kohë gjatë. Çfarë mendimi keni për hoxhallarët e pas luftës? Pra gjenerata të tjera të cilët pastaj janë shkolluar, dikush në Turqi e dikush në Arabi, dhe kanë sjellur atë shkollim këtu me vete, dhe pastaj është bërë ndoshta në një mënyrë jo dhe formale, një lloj ndarje mes tradicionales dhe modernes. Pra, hoqë tradicional,
me siguri që ju thonë juve, po besoj, dhe pastaj edhe hoxha modern. Si keni parë ju këto? A mund të nga të regoni një dalim? Si e spjegoni? Po për shembull ju e sheni këtë fotografi. Una me doktor Shefqet Krasniqin, edhe jo veç me këto, kam marrëdhënie të shkëlqyeshme. Ky ka konë në shtëpi, edhe jemi taku në për darka në për iftaret gjatë Ramazanit me ta. Kemi by salame njëri tjetrit, edhe unë me ju thonë drejten e Zotit, këte njeri e qmoj shumë, edhe nuk është modeste me thonë se unë krenohem që i kom bon 90 vjetë edhe e kom ri me pa në mesin e shqiptarve, doktor Shefqet Krasniqi. Doktor Shefqet Krasniqi nuk është një predikus i fejës i thjesht. Ky është ajk, në mesin e ajka e popullit shqiptar, musliman sidomos. Edhe jo vetëm ky, po e kemi Halil Kastratin, manej e kemi Elvis Naqin, me këta njerëz, këta nuk i kanë sjell dëm për kundrazi dobi popullit shqiptar, pa dallim feje. Për shembull Halil Kastrati ju ndihmon të gjithëve, pra. Ju ndihmon të gjithëve Halil Kastrati. Po, të gjithëve ju ndihmon, manej jo vetëm musliman, shqiptar, katolik, po edhe kombe tjera në Macedoni fjala vjerë. Manzi kanë ndërtu. Shqiptarë gjithmonë, edhe në kohën e vjetra, edhe tash, kohëve të fundit, kanë qenë edhe janë kategoria ma edukume e shoqënisë, kam të drejtë me thonë, sepse asnjë hoxh nuk është marrë as në kohën e vjetër, as në kohën e re, nuk është zonë në veprime të papëlqyeshme. A ka dallime, pra, si që e përmenda edhe më herët? Keni parë ju dallime mes kësaj gjeneratës re dhe gjeneratës vjetër të hoxhallarëve? Çfarë është islami tradicional dhe i moderuar, apo hoxha tradicional dhe hoxha i moderuar? Hoxha unë kisha me thonë, unë si i shtym në moshë. Unë duhet me kuptu triun, juve për shembull. Fëmijët e mi, duhet me kuptu që ata janë tri, edhe ata nuk mundë si unë. Edhe më shrofsha krejt, edhe unë e mësuar trit, në sejdë? Po, jo në sejdë bi, sigur trit, po këta trit, hoxhallarët e ri, që kanë mësu në për shtetet tjera. Po, a ka dallim pra kjo Arabia me Turqin mësimet që i kanë marrë? Ka pak dishka dallim, por ato dallime nuk janë të rëndësishme nuk janë. Fjala vjen ka dallim a me lidh durt nalt, a me lidh poshtë, a me s'me lidh hiq, a me i zënu komt kur të falet njëri. Ato janë dytësore, s'kanë kurfar. Peshe puna kryesore është njëri më ju lidh Zotit. E pse ekziston ndoshta një lloj besimi te hoxhallarët më të vjetër në shoqërinë tonë? Pra besoj që edhe shikuesit tash kur ju shohin këtu e kanë një lloj besimi më ndryshe, sepse i takon një gjeneratës së vjetër. Apo thjesht është ndoshta përshtypje e gabuar e njerëzve? Jo, nuk është e gabuar e qëllume, po unë nuk kisha me bo me vënuvi në mes të hoxhallarëve vjetër tradicional edhe këtyne modern. Sepse islami është modern që 1500 vjetë. Prandaj hoxhallarët që kanë shpjegu islamin para luftës dytë botnore, i ke fjala, në medreset e pareformume, edhe këta
të kohës sotshme e mas luftës dytë botërore domethënë të ditë sotit, njësoj e kanë shpjegu. Kjo që po thoni pra shumë e rëndësishme, ajo çfarë shpjegohet, ajo çfarë interpretohet edhe servohet për qytetarët. Për qytetarët. Keni vrejtur ju pas luftës rryma ekstreme apo rryma radikale të islamit në Kosovë? Shefi une... Pra, ligjeratat në për xhami të ndryshme, të cilët janë mbajtur. Përmenën do terma, do izma, jo fundamentalizmi, ekstremizmi, radikalizmi, e qetë. Islamin me që librin me përmbajtja islame, Koranin. Dhe hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sukur që 1500 ai shpjegon edhe sot. Por tash ma shumë shkenca ka ecë përpara edhe ma shumë nxjerrin prej Kuranit. Edhe Kurani i jep shoqënisë caktuar, në kohën e caktuar ato që ka nevojë, ajo nëse mundet me nxjerr prej Kuranit, domethënien e tij. Për shembull unë kam një përkthim të Kuranit gjatë shekullit 20, një jahudi ebrej e ka përkthy Kuranin, ama e ka pranuar Islamin në vitin 1926, ka vdek 1992. Ai ka përkthy Kuranin edhe një sure tul Asr. Zoti bën bën sene të mëdha, edhe thet pasha kohën. Kohën e çmon Zotit, sepse gjatë kohës mrihet çdo gjë. Po. Mirë, po ky dietar thot jo veç koha e qenis që falet i qenia, ose koha në përgjithësi, po thot të pasha kohën që brejen edhe që dërmon. Apo muj me thonë, Po. pasha kohën që brejen edhe dërmon. Si, me spjegu në këto, unë për shembull i kom pas 20 vjetë, kom qenë tjetër. Tash kur i kom pas 90 vjetë, ka brej koha. Edhe kështu. Kështu që pra, po thoni që në Kosovë nuk ka pasur rryma të tilla. Jo, valla, unë nuk besoj që ka pas. Po ato janë imagjinu, janë kriju, janë pregadit. Do të shohim tani edhe fotografit, sepse keni sjellur disa fotografit e tjera, dhe do t'i komentojmë së bashku, flasim pak edhe për jetën tuaj personale, por që kohë pas kohë kështu do të marrim edhe mendimin tuaj mbi çështjet fetare. Kjo fotografi, besoj është fotografi ndoshta ndër më të vjetrat që i keni. Po, kjo është fotografia me kolegët e mi në medresën Sarajevo. Pra, ju fillimisht e filluat në Prishtinë, në medresen, pastaj keni vazhduar me studimet në medresen në Sarajevo. Sarajevo. Këta janë kolegët e mi që na 7, jeshim prej Kosove, në vitin 55, deri në 59, për 4 vjetë kemi mësu në Sarajevo. Çfarë ju shtyri juve që ta merrni këtë drejtim? E keni pasur edhe dikon tjetër në familje, në tradit? Po, familje tradicionalisht islame. Edhe islame praktikant. Të fesë, po. Të fesë edhe praktikant sinqert. Babën në kumë pasra me të pas shpirti edhe nonën. Edhe ata sabahin nuk e kanë falë kur mas i kalin dili. Edhe në kanë thirë edhe neve fëmijët e tyne, edhe na jemi që kemi falë sabahin, kemi falë drekën, kemi falë qinin, akshom, njacin. Kemi agjinun kur jemi rejnë moshë caktume. Edhe kështu që unë rjedhi prej një familje tradicionalisht islame. Pra, në vitet e 50-ta, me njerë pas luftës së dytë botërore, sigurisht që një vend i lodhur, i shkatruar pas luftës, sfidat kanë qenë edhe vështërsitë shumë të mëdha për të shkolluar. Po besoj ndoshta që një dëshirë dhe një vullnet shumë i madh i prindve shqiptar
për t'i shkolluar fëmijët e tyre, pra ku kanë arritur, pra me një mund e sakrificë që fëmijët e tyre të shkollohen. Cilat kanë qenë sfidat e juaja, pra për të shkolluar fillimisht në Prishtinë e pastaj për të vazhduar edhe në Sarajevo? Sfida kryesore dhe ma e rrezikshme, ma e vështira ka qenë fukarallëki, varfëria. Luftën e dytë botnore, kur ka marrë fund lufta e dytë botnore, unë e moj mend si sot, u formu komuna e 4 katundeve, u formu në Sedovinë aty. Po. 4 katunde ke mujtë mi numru në gishta hajtë të thëmë 2 durve dhe 2 jetë që kanë ditë shkrim e lexim. S'ka pas të punësum që të rëkon heqë, s'ka pas fabrika, nuk ka pas institucionet punës, rrugë s'kanë marru, s'ka pas me shka. Puna kryesore e popullit në përgjithësi ka qenë këto të mbjellat, drithrat, gruni, misri, elbi, thekra, tjera. Edhe pasunik i kanë thonë në atë kohë, kur po flasim, asaj familje që e ka pas bukën prej këtyne të korunave në korunat tjera, ose bile nga të mju afru. Që ajo ka qenë pasunik. Pasuria ma e madhe. Po. Jetesa konë mizere. Me hy me spjegu ato, unë besoj që derin... Sigurisht është e gjatë. E gjatë është aja, edhe nuk ka nevoj, vështërsi ka pas të jashtëzakonshme. Por ju i te i kaluat këto? Ju ka ndihmu dikush gjatë kësaj periude që e mbanin mend? Po, e mojnë mend këto, këtë periudë, për me shku në medresën në Prishtinë, unë jam konë të punu në maqinë që fshin grunë. Shtypët gruni atje, vendosin në përthasë, në amare, qohet atje. Jo nuk i dini fort ato punë që i kanë kry bujqit në të kohë. Tash me kombojna. Edhe unë jam konë të makina aty, tu të rjekë bëke, një farë pjesë e plunit. Edhe një djallë katunari jemi, bashkë fështatarë, tha jetësht, po qilet medresja në Prishtinë, edhe unë u habita, por u gëzova tepër, edhe a i tha, dhe unë dhe të shkoj, unë prej atyit e kom ljonë grabujën, e kom ljonë pështet për shtrejgjet dujve, ju këta emna nuk i dini shtrejg shka jonë, rinia po me në përgjësi, edhe të fëmijët e mi, edhe jam shku, i kom thonë nonës, po qilet medresja, unë po shkaj në medresja. A jam pyti, tha, a i këtë regu babës, thash jo, heq, thash se nuk më leja naj. Edhe me të vërtet, unë i bona dokumentet të qova në këshillë bashkërisë tome, këshillë i bashkërisë tome i përcjellin në Prishtinë, edhe dikur merë në 7 orë, në vitet 51, merë mu leja me orë këtu. Në Prishtinë, po. Edhe unë, desh keme shku mi morë dokumentat në vitin. Ditën e pazarit. Edhe baba dullë në vitin edhe une, por jo të njëtës rrugë. Se s'kuqesha më po baba të shku në vitin une. Pse nuk dëshirante që nuk më njohë me shku në medrese, nuk më njohë me shku. Sepse, po ju të regoj, u takum në vitinja atje, po u takum befazi, edhe unë u jom shtangu në mbi një urë, baba su kër një 50 metra a 100, ma largë, kur më ka po më ka thirë, e ja ka, edhe më tha, shka e dorë, tha ti këtu në vitin, pazar, thash, jem dorë, thash edhe qërtu, kanë orë dokumentat për me shku në medrese në Prishtinë. Tha, nuk ka medrese, tha mo. Bolshevizmi, tha, ka morë këtu unë, komunizmi. Kjo ka qenë propagandë. Propagandë. Edhe tha, ti me shku, tha, në Prishtinë, tha,
Mu bo shka, tha nuk bohet. Unë i thash, kjo do të qilit në medrese. Ishte 12 vjeç. Që të pari. Thash edhe, unë në kufsha gjallë, thash du me... Me shku. Me shku edhe shkova në medrese të një. Edhe pse të një kanë dheshtë më mënalë, erdhen prej komune, prej rrethit, erdhen mës me shku në me vazhdu në medresën. Edhe më qunë ushtarë të një pa dëshirën të eme, edhe pse dihet ajo. Po. Shkum janë në ushtirë është e domosdoshme. Po veç për mës më mlionë në medrese, ata nuk më pranun lutjen prej komunës e tëri në federat që kom kërku më mlirus. E më qunë ushtarë dhe masi u ktheva të një shkova në Sarajevo. Pasaj, qëfar e dalon të Prishtinën me Sarajeven? Po, në Sarajeva, medrese e Sarajevës është medrese e reformume, edhe është shumë organizume, edhe është e sigurume me kuadrë të jashtëzakonshëm edhe jo vetëm tash. Po edhe në kohën e Jugoslavisë, Kralj Petrit, e përpara ti, aty kuadrat e medreses, e të shkollës nord të shariatit, jenë konë kuadra solide. Edhe ato, ajo tradit ka vazhdua dhe është edhe sot. Do të shumë tani kemi edhe një fotografi tjetër, do të flasim pak edhe për familjen tuaj. A të regoni pak për familjen tuaj, është tu komplet familja, apo janë vetëm disa për fëmijëve t'juj? Këto janë 3 djemët, unë edhe shoqja jemi. Vajzën nuk e kom këtu. Mungon në fotografi. Nuk është në fotografi. Ajo mungon. Për ndryshe, kemi bon edhe surp që po të regon kjo fotografi, që shtu bojmë jetë edhe sot, edhe që shtu kemi bon në harmoni familjare. Me djem edhe me vajzë, me shoqën e reja tash, nuk kemi një farë disipline, jemi shokë. Kështu e thot edhe feja? Unë më thënë drejten, edhe feja thëtë qështu. Unë mu nervozu jashtë në qytet, unë në shpe feja qëtësona. A në shpe nuk nervozuona, s'kom pse. Edhe shumë një pache në shtëpi. Jetojmë mirë, jetojmë. Pra, pas profesorit Mustafa Bajrami, e cilin e kemi pas edhe në mision personale, por edhe projekte të përbashta, a të regoni pak edhe për fëmijë tjerë? Ky në kratë djathë ka, është doktor Zylbahar Bajrami. është mjek specialist i neurologjisë. Fatja e ka lypë që është në Gjermani atje dhe është drejtarin i një spitalit nga të ministerit. Këta e kam edhe ky ka në ciklin e partë fakultetit e ka të krymë, fakultetin e bujqësisë, po fatja kërkoj që ashtu, ky e ndërpreu shkollimin e ju dha zanatet. Ky ka punun motora, ka mbështjellë, motora elektrik. Shoqën e kam, kjo shkrem lexim D, qertësi unë edhe. Edhe vajzën? Edhe vajzë, ajo është magjistër e drejtësisë. Dhe ka që për profesori nuk ka nevojë për prezente. Po, për Mustafa. Sepse e njohin, Do të shojmë edhe fotografitë të tjera dhe do t'i komentojmë. Kështë një foto juja, pra, do të flasim tani për një periudhë kogjatë rëndësishme. Keni udhëhequr me Bashkësinë Islame të Kosovës në periudhë, pra po thëmë, kogjatë të vështirë për vendin tonë. Edhe gjatë kësaj kohe, keni arritur që të realizoni disa projekte të mikështu që kanë qenë të rëndësishme për shoqërinë tonë. Një prej tyre që është historike mund të them, është përkthimi në gjuhën shqipe, po ashtu edhe botimi për herë të parë i Kuranit. Si u realizua kjo, pra? Kush ishe iniciatori? Sa kishte vështirësi gjatë rrugës? Po këtu përkthimi i Kuranit
është vështirë njëri me folë për në vitën e parë për emnet. Me thonë, unë jam iniciator. Aty ka marrë pjesë edhe vetë personi që e ka përkthy Kur'anin. Për herë të parë është në gjuhën shqipe, për herë të parë në historinë e 1500 vjeçare të Islamit, në gjuhën shqipe për herë të parë është përkthy. Cili vit ka qenë? Ai ka qenë në vitin 1985. 85. Ato përkthimin e parë ka bë akademik Fethi Mehdiu. Po, ai është i Maqedonisë, po është kuadri i medresës tonë edhe ka punuar jeton në Prishtinë këtu. Jeton tash është edhe në Amerikë. Pastaj e solli te Bashkia Islame për ta botuar. Po, ai tani erdhë të unë në zyre, kërkoj njëhem për mjete materiale, edhe e botu. E botu na. Tani, mas ti, të 86-ën, po ashtu erdhë Sherif Ahmeti, një person shumë i respektuar, i hoxhi tradicional edhe ai po, edhe ai nuk ka jetu mirë në medrese një kohë, dogull, por nuk e kemi lonë, se kom lonë une, me bredhë të poshtë për pjetë, ja kom qelë vendin e punës, veçanërisht për ta, edhe ka vazhdu. Ky e ka përkthy Kur'anin edhe ky e ka përkthy Kur'anin. Është botu me 10.000, është botu 20.000, është botu 50.000, është botu 1 milion ekzemplar për përkthimi i Mulla Sherifit. Edhe këtu e kam parathonjen surte e Fethi Mehdiu, edhe këtu e kam parathonjen të përkthimi i Sherif Ahmetit. Edhe jemi radhit tash me popujt e qytetëruar. Në gjuhën latine është përkthy në vitin 1900 e diçka, në shekullin 12. Ndërsa shqiptarët, që 600 jetë Islami, përkthim të plot Kur'anit nuk ka pas. Pra ka qenë deri në vitin 1985. 85. Pastaj një punë tjetër, mesoj që është mjaft e mirë, por të tjera do t'i përmendni edhe ju, është edhe botimi i revistës Dituria Islame. Dituria Islame. Cila vazhdon pra ende që të botohet. Cila ishte ideja për këtë? Ideja, për na nuk kishim, që është problemi i shtypit ka qenë akut në Bashkinë Islame. Një edukat islame, edhe ajo se di tash, a botohet herë në 1 muaj, herë në 2 muaj, herë në 3 muaj. Atëherë, una bona kom gullje, për 3 vjetë më radhë kemi kërku në sekretariatin e atërshëm krajinor të Kosovës, më në leju botimin e një reviste Dituria Islame. Edhe më në fund, mas 3 vjetë, bredhje të poshtë për pjesë lutje, e tuta e lutje, në lejun edhe qëllimi ishte informata, mu informu gjemati populli, ata që lexues, mu njoft me Islamin e me rrjedhat e përgjithshme shoqërore të kohës. Mësime nga Islami në përgjithësi. Më të shohim tani edhe një fotografi tjetër. Këtu është Rai Sulemoja, Naim Efendi Haxhi Abdiqi. Ky është Mulla Sherifi, përkthyesi i Kuranit në gjuhën shqipe. Po. Për cilën në folëm më përpara, unë aty jam, edhe masijesh ky reisi prej Sarajeve, ishë mësafirë këto, në manë mosh i dhash mundësi Mulla Sherifit me dalë në kratë gjatë të reisit edhe u bo mirë, ajo u pranu. Kjo është me rastin e hapjes medresës, vitin 1986. Në Prishtinë. Në Prishtinë, këtu. Si ka qenë me qenë kryetar në atë kohë i Bashkisë Islame? Cilat kanë qenë sfidat? Sfidat kanë qenë me shtetë s'kemi pas kur farë marrëdhënie. Po.
por ja kemi dalë. Me shtetë nuk kemi pas marrëdhënie, merrni me men, unë personalisht në 8 vjetë jem konë kryetari kuvendit edhe 8 vjetë kryetari kryesisë, 16 vjetë. Po edhe para kësaj periudhe, jem konë aktiv në kryesinë e Bashkisë Islame, edhe 16 vjetë kryetar, një banesë, një dhomëshe nuk ma ka dhonë shtetin në Prishtinë. Që marrëdhënie ka pas. Po. Përkundër që personave të tjerë në për institucionet të tjera ju ka dhënë si ndihmë. Arsyeja pse? Sepse kryetari i Këshillit Ekzekutiv Ömer Pula i tha reisit këtij, tha na nuk mundem me marrë jetisin në punë, me planu për kryetar, që kishë fjallën edhe shteti. Po. Tha nuk mund me planu, tha se ky, tha nuk ngan, ky punon kryen veti. Po. Tha na e dojmë një tjetër kandidat, që ai tha nuk punon kur gjon, pa na vetë neve. A dhe shka i tha ky? Po. Tha, shok i merë, atër shok, s'ka po zëtni. Po. Tha, një person, tha që ju ngon juve, tha, shka me punu në Bashkinë Islame, tha, ai në Bashkinë Islame nuk mundet me konë kryetar i kryesisë. Po. Tha, edhe i kohë për herë, aty në sytë aty në i kohë për herë, a gjithë Bajramit. Po, kjo ishte forma. Flasim tani edhe për një periudhë tjetër, e cila është shumë e rëndësishme për popullin shqiptar, një periudhë kogja e ndjeshme, pra vitet e 90-ta, kur u mbyll sistemi pranë përgjithësi për shqiptarët, në veçanti shkollat, një pjesë shumë e ndjeshme. Cili ka qenë roli Bashkisë Islame në këtë rast? E kemi edhe një video që do ta shohim, pra është një ligjërat e juaja, besoj ndoshta jeni në Gjilan këtu. Në Prishtinë. Në Prishtinë. Në Prishtinë, një ligjërat e juaja duke bërë thirrje pra që të lirohen të gjitha objektet fetare për studentët edhe për nxënësit shqiptar. Përfili se Kurani është fjala e Allahit xhalla shanuhu. Kurse këto ide kuranore janë e para ibadetin Allahit xhalla shanuhu dhe arsimimin në përgjithësi. Po për shqiptarët, veçanërisht për shqiptarët e Kosovës edhe për shqiptarët e Kosovës, vitet 90-a, 80, 85, 90, kanë qenë vite të mërshme nga dhuna e sërbëve. Ata kanë vra, ata kanë prej, ata kanë përzon, kanë dëbu prej shpijave. Ushtarët të cilët kanë shku për me mbrojt kinse vatanën, ata kanë ardhur në shtëpia, nona e baba i ka prit në tabut. Kështu që ajo periudhë ka qenë në periudhat më të rënda në historinë e popullit shqiptar. Në qatë kohë janë shteti serb e mbylli fakultetin, i mbylli konviktet, i mbylli shkollat, i përzunin nxënësat prej objekteve të veta shkollore, e mbylli rilindjen. Edhe i mbylli të gjitha gazetat në gjuhën shqipe. E vetmja gazetë që ka funksionu, ka qenë Detyria Islame, gjuhën shqipe. Sepse botonit privat. E botojshim së kur gjithmonë. Botojshim në rilindje. E pse është leju vetëm kjo? Vetëm kjo nuk u mshel. Nuk ne mshelën neve. Ka pas të një arsye? Ka pas arsye. Ata kanë pas kërku kryetari i Komisionit për marrëdhënie me varësitë fetare refikore, ka pas ardhur me drejt në kryesi edhe kërkoi mbylljen e 27 xhamive në territorin e Kosovës. Po. Nuk janë me pretekst që imamët nuk janë të aftë me kryet e tyre.
Masi u mbyllën shkollat, i mbylli shteti serb, Bashkia Islame u një sikur i gjithë populli shqiptar, edhe dul me e pregadita që medresën, ndërtesën e medresës të hapim për studenta. Medresën e re, ndërtesën e re të medresës e hapëm për studenta, ma ne vazhdum për mbledhjet e Lidhjes Demokratike, ku merte pjesë edhe Ibrahim Rugova Ingjer, Femia Gani, antarët e partisë, forumet e ndryshme, kështu që ju solidarizuat me... U solidarizuam, edhe unë dola në televizor. E atë ligjerat temën e kanë përcjellë të gjitha televizionet e Jugosllavisë, prej Ljubljane e deri në Xherxheli. Edhe unë në atë ligjerat dhash një spjegim që të gjitha ndërtesat që janë nën Pullaz, nën Mloj, të bashkësis, pronë e bashkësisë islame, duhet t'i dorëzohen Universitetet Prishtinës, shkollave shqipe. Edhe kështu ndodhi? Ndodhi kjo. Edhe në zonësat kanë nejtë, e aty nuk kemi pas veç studentat musliman. Po, ka pas edhe katolik, edhe tjerë, edhe kështu që ka qenë një solidarizim. Po, Bashkia Islame, çfarë roli ka luajtur edhe gjatë luftës në Kosovë? Bashkia Islame gjatë luftës ka ndihmu 37 hoxhallar kanë vdekur në luftë. Në zonësat medresës, edhe kanë ndihmu me mjete o konë 3%, o konë një kontributi të buhej atë o thret, edhe shqiptarët, Bashkia Islame e zhvillon aktivitetin e vetë, që sa ma shumë njerëz me ndihmu këtë aksion këtë fushë, çështjen e Kosovës. Po sot, si shihni Bashkinë Islame? Jeni i kënaqur me punën që po bëhet aty? Po tash mos i kam qenë kryetari i saj do herë, me folë në mënyrë kritike për kryesinë e Bashkisë Islame vjen keq. Keni për të kritikuar? Çfarë kushte kanë pas më njëherë mas lufte, edhe çfarë kushte kanë sot. Bashkia Islame nuk është të kryi misionin e vetë si duhet. Pse? Ata e di. Po në kohën kur keni qenë një kryetar, nga kush është financu Bashkia Islame, pastaj botimi i Kuranit, po ashtu edhe i revistes? Bashkia Islame është financu nga zeqati, sadakatul fitri edhe lkurat e kurbanave. Edhe më datën në hatër, në qëtë kohë kur u mshellë relindja, edhe botimi i teksteve dhe mjeteve mësimore u ndërpreje, u ndalu. Por vetëm për... Se s'kish mjete materiale me shka me punu atje. Sabit Jakupi me një Recep Mitrovicës kanë ardhur në kryesi edhe ju kom ofru 143.000 dollar, 143.000 marka ka Gjermane për votimin e mjeteve dhe teksteve dhe mjeteve mësimore në gjuhën shqipe për të gjitha shkollat e Kosovës. Edhe jo vetëm një vjet, po disa vjet. Edhe kështu që u bo një me një përkrahje e madhe. Do t'i bajrojmë që nëse jemi ka fundi i emisionit, doja që të marim për juve një këshill për shqiptarët, po sidomos për rinin,
Cilat ishte këshilla juaj nga një hoqë themi tradicional karshi sfidave moderne që sot po jetojmë? Shteti dhe pushteti i Kosovës është në rrugë të mbarë. Se ka sfida, ka pengesa. Po. Po, me gjithato, kemi lirin, kemi të mira edhe morale edhe materiale, populli shqiptar tash, mas luftës 99-ës. Edhe duhet me qmu këtu. Une përësis mund ndihmu antartë deputet në veti, mund ndihmu qeveria, mund ndihmu institucionet në veti, me zveti. Edhe bashkarisht me ecë, me qartin e Kosovës, këtë populli shqiptar me për para. Bëllë kemi qenë analfabet, kur ishim, para luftës dytë botërore, tash, falë Zotit, edhe angazhimit njerëzve, është kjo gjendje që fara është, kemi universitetet, kemi institucione, edhe të rritë i përësis të ikin drogës, të ikin alkoholit, të ikin bigjozit, të ikin çdo dukurie negative, sepse ato qojnë hunerë, në të jepen studimit, në të jepen mësimit, në të jenë shok të pandashëm me librin. Arsimimi është çështja e parë që i vyn një populli, po edhe individit, edhe këtë popullit, kisha me i lutë të gjithë ata që janë në gjendje shëndetësore mirë, edhe populli është krejtë shëndetëse mirë, hëm dikove të Zotit, edhe në ta bojna prapë, po thamë, shëq librin. Mu largu prej punëve të kota, që s'ka dobijas, që s'ka dobi prej tyne mu largu, edhe mu angazhu, që të shkon qartja kombëtare, jona, edhe fetare të shkojnë paralelisht për para. E bënin ju ndonjëherë ndasin mes fesë dhe kombit, sepse i përmendet tani? Feja dhe kombi, si mas me, janë sukur të bardhë me të zritë synit. Cila du të tjetë në radhë parë? Një musliman shqiptar apo shqiptar musliman? Unë, kur është për me konë kombi, qartja e kombit, kombi për para, del kombi. Kur duhet feja, për qartët që janë të fejes, po ato i kryin vetë feja. Faleminderit shumë që ishit pjesë e këtij emisioni, pra për kohën që keni gjetur për kundër moshës dhe të sillni në kujtim, në rrëfim disa prej ngjarjeve të kaluara tuajat, po ashtu edhe kontributet që keni dhënë për shoqërinë tonë, pra në aspektin e fesë islame. Faleminderit. Kënaqësi. E urime festa e Kurban Bajramit, po ashtu do të shfrytëzojmë rastin edhe gjithë shikuesve të televizionit Duke Xhini, të urojmë festën e Kurban Bajramit dhe ju ftoj të shoqëroheni edhe me tutje me programet e TV Duke Xhinit, kurse me emisionin personale do të takohemi javën e ardhshme. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.